Mirë, në radhë parë shumë faleminderit për këtë ditë të gjatë, edhe pse ju jeni mësuar me ditë dhe me net të gjata, por besoj që ndajmë së bashku mendimin që ishte një takim i nevojshëm dhe ishte një shkëmbim i nevojshëm informacioni dhe opinionesh. Këtë takim, si thash, do ta bëjmë të përmueshëm, natyrisht me një përmbajtje që do t'i përgjigjet nga njëra anë ekzigjencave të përditshme të procesit të negociatave dhe nga ana tjetër aktualitetit të procesit të jetës parlamentare, si edhe të jetës politike. Dua që të bëj si fillim një vlerësim për qasjen dhe profilin e kryetarit kuvendit në sesionin e parë, ndërkohë që kam besim që edhe ato aspekte të domosdoshme të punës jashtë sallës së parlamentit që lidhen me rolin e kryetarit do të ecin përpara. Nga ana tjetër dua të bëj një vlerësim të posaçëm për kryetarin e grupit. Nuk është një rol bujar, nuk të jep shumë mundësi për të gëzuar dashurinë e pandërprerë të gjithëve, sepse është, siç e tha Taulandi, në fakt në gjuhën angleze quhet thupra, pasi duhet merret në mënyrë të veçantë me disiplinën, me organizimin, me koordinimin, me prezencën e gjitha këto me radhë, dhe besoj që fakti që u rikthyem përsëri te Taulandi për këtë rol flet vetë për aftësinë e tij për ta bërë këtë punë dhe falenderoj. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që nga të gjithë diskutimet që bëm doli në pa edhe nga pasqyra e sjelltu nga sekretari i grupit, angazhimi dhe përkushtimi i deputetëve dhe deputetëve që janë për herë të parë në grupin tonë parlamentar. I përgëzoj, shpresoj që të vazhdojnë në këtë drejtim edhe të kenë ambicie për tu përmirësuar në vimësi. Tani një gjë është shumë e qartë dhe besoj që është më e qartë nga të gjitha. Ky vit që nis dhe viti i ardhshëm do të kenë një ngarkesë si asnjëherë më parë në historinë e Kuvendit të Shqipërisë dhe si asnjëherë më pas. Numri i ligjeve që do duhet të kalojnë në filtrin dhe pastaj në seancën e vendimarrjes të Kuvendit do të jetë më i lartë ndonjëherë për shkak të procesit negociator. Nga ana tjetër, na duhet të kalojmë ligje, por na duhet edhe, siç tham, të jemi sa më cilësor në këtë proces. Kjo shton nevojën për të rritur angazhimin, për të rritur orët e punës dhe për të konsideruar mundësinë e rritjes së numrit të seancave të parlamentit. Nuk është i përballueshëm ky proces me këtë numër seancash. Dhe mbase mund të konsiderohet përfshirja në kalendar e seancave të posaçme vetëm për procesin
e negociatave. Seanca që për natyrën e tyre dhe për përmbajtjen e tyre nuk janë seanca që kërkojnë gjatësi orësh, por janë seanca që kërkojnë përqendrim dhe numër prezence. Duke vazhduar me kuvendin, dua të referohem konkluzioneve lidhur me domosdoshmërinë e rritjes së aktivitetit diplomatik parlamentar, gjë që do duhet jetë në fokusin e kryetarit të kuvendit, por jo vetëm, edhe në fokusin e të gjithë deputetëve të përfshirë në grupet e miqësisë me parlamente të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe në mënyrë të veçantë me parlamentet të atyre vendeve ku nevoja për më shumë komunikim, për më shumë prani, për më shumë shpjegime është më e madhe. Nga ana tjetër, besoj që është e qartë për gjithë që ky proces kërkon edhe një administrat apo një shërbim administrativ të kuvendit më cilësor. Kemi folur për reformën e brendshme në kuvend prej disa vitesh, janë bërë disa hapa, por një administrat e cila numëron rreth 350 vet, nga cilët rreth 300 në mos gabohem janë në punës civil, është goxha e madhe në numër, në ndërkohë që bara e punës mbështetëse për komisionet, për deputetët, për kryetarin e kuvendit, bie padyshim mbi një numër shumë më të vogël se sa numri i përgjithshëm. Kjo kërkon një vëmendje të veçantë dhe nga ana tjetër, nëse për arsyet që i dim që lidhen edhe me sigurinë juridike etj. Të atyre që janë tani më aty, do duhen forca të reja, duhet të shtojmë forca të reja. Ekspertizë në funksion të komisioneve përkatëse për pikërisht çështjet që lidhen me negociatat. Në mënyrë që ai mekanizmi që folëm, që lidhet me koordinimin më të mirë mes qeverisë dhe grupit parlamentar të funksionoj ashtu siç duhet, do duhet që kryenegociatorja, zëvendës kryenegociatorja dhe skuadra negociatore të ketë një kundërpal që të ketë dhe ekspertizën e nevojshme. Dhe së treti për këtë pjesën e kuvendit, duhet ta ritheksoj që në ndarjen e mandateve në kuvend, diferenca është shumë e madhe. Në ndarjen e orëve të fjalës në kuvend, po të shikosh nga orët, duket sikur jemi në një parlament 51:49, që do thotë që orët e vëna në dispozicion të deputetëve të opozitës janë anomalisht shumë më tepër se sa orët që opozitat parlamentare marrin në parlamentet e Bashkimit Evropian. Me këtë nuk dua të them që duhet i ulim orët opozitës, me këtë duhet të them që duhet të shikojmë se si do të ndërpriten orët e marra me forcë, me abuzim. Në shkelet plot të etikës parlamentare, duke përdorur procedurën për të marrë peng jo kuvendin, por për të marrë peng publikun. Për 1 ose 2 orë kur fillon seanca e kuvendit dhe
për të pushtuar sallën e parlamentit, duke i vendosur deputetët e shumicës në pozitën e atyre që janë aty thjesht dhe vetëm spektator të një teatri balte. Kjo duhet mbaroj. Në asnjë parlament demokratik, në asnjë parlament Bashkimit Evropian, kjo gjë nuk i lejohet asnjë force politike. Prandaj, duke qenë se rregulloria e parlamentit nuk është e shkruar në gur, duke u bazuar tek rregulloret dhe praktikat e Bashkimit Evropian, duhet ndërhyrë menjëherë në mënyrë që fjala procedurë mos jetë e barabartë me konceptin pengmarrje. Dhe duke folur për pengmarrjen, duhet shtoj dhe diçka. Në asnjë parlament demokratik nuk tolerohet jo ndërhyrja fizike, po goditja në dinjitet e atyre që janë aty të pranishëm. Nuk tolerohet, nuk është liri fjale. Dhe në këtë pikë, masat duhet jenë të menjëhershme, ashtu si që ka rregulloria. Asgjë më shumë, asgjë më pak ama. Legalizimi i rrugaqërisë në sallën e kuvendit është bashkëveprim dhe bashkëfajsi në goditjen e të gjithë atyre të rejave dhe trimëve dhe atyre familjeve që ndjekin kuvendin e Shqipërisë. Është një goditje në nivelin psikologjik, është një goditje në nivelin edukativ dhe mbi të gjitha është një goditje në aspektin social, sepse krijon vetëm nxitje të urrejtjes dhe krijon vetëm zgjerim të hendekut, të pamerituar për shqiptarët që e ka hapur dhe e mban hapur dhe e gërmon politika. Dhe kur them politika, nuk flas siç flasin të dërguarit me punë këtu në Shqipëri të vendeve të tjera, politika në përgjithësi jo. Ajo pjesë e politikës të cilën ne, për fat keq, nuk e kemi dot përballë, por e kemi gjatë gjithë kohës mbrapa, duke u përpjekur me të gjitha llojet e metodave që të na pengojë të vazhdojmë ne përpara. Më tutje, dhe këtu duhet ta mbyll me pjesën që ka të bëjë me funksionimin e kuvendit, e dëgjuam edhe nga kryetari i grupit dhe duhet të ecim me shumë vendosmëri në futjen sa më thellë të teknologjisë në punën e kuvendit. Me gjitha ato që u thanë. Dhe e kemi thënë dhe herë të tjera, unë mendoj që kanali i parlamentit në televizionin shqiptar duhet të kthehet në një kanal të parlamentit jo thjesht për të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë seancat e kuvendit apo komisionet, por shumë më tepër se kaq. Vendet e tjera e kanë një kanal parlamentar, duhet ta kemi dhe ne dhe kjo duhet bëhet nën kujdesin e kryesisë së kuvendit, duke ftuar patjetër edhe përfaqësuesin e opozitës Dado Reqen. Është akoma si është situata me profesor Gjek Marakajn, është akoma nën kryetar, iku si u bë. Apo ai jep dorëgjën dhe ata e mbajnë. Okej, shumë mirë, është profesori, është një aset pozitiv. Shpresoj që kjo mos t'i kushtoj në goditje në brez. Duke vijuar më tutje, duhet në vizoj si konkluzion nga fjala e kryetarit grupit edhe një herë, që ne jemi këtu për të bërë punën tonë. Dhe për të gjitha arsyet që i dim, puna jonë nuk pret. Puna jonë nuk pret.
do t'ishte qershim mbi tort, sikur të tjerët të ishin të interesuar për të bërë të njëjtën punë, punën për vendin dhe për antarësimin e vendit Bashkimit Evropian. Nuk janë të interesuar. Përkundrazi, janë të angazhuar që me çdo mjet dhe mënyrë të përcjellin jashtë kufive të Shqipërisë hobin e zi që ky vend është një narkoshtet. Dhe ndërkohë, këtu brenda janë të interesuar që vetëm të pengojnë. Prandaj, pa hequr dorë në asnjë moment dhe për asnjë arsye nga gatishmëria për të bashkëpunuar nëse do të vinë të ulen në tavolinat e bashkëpunimit, ne nuk do presim për asnjë rast dhe arsye askënd për të vazhduar të bëjmë punën tonë. Kjo do të jetë shumë e qartë. Unë e mirë kuptoj shumë edhe thirrjen e miqve, partnerve, predikuesve të dialogut, të bashkëpunimit, konsensusit. E mirë kuptoj, jemi të gatshëm, por bashkëpunime, dialog dhe ulje në një tavolinë të përbashkët me zor, unë nuk kam parë. Kështu që për ne e rëndësishme është që asnjëherë dhe për asnjë arsye të mos mbyllim derë. Asnjëherë dhe për asnjë arsye mos marrim kariket e tyre bosh edhe ti larg qoftë djegim siç i digjin ata. Kariket bosh janë aty, duan të vinë, le të ulen. Duan të bashkëpunojnë, bujrum. Duan të japin alternativë, mirë se të vinë. Për të tjerat, rrugët janë të ndara, ne përpara, ata mbrapa. Ne gjithmonë më përpara, ata gjithmonë më mbrapa. Po keni parasysh që sa më mbrapa të mbeten, aq më e fortë do të vijë hona e lehjes së tyre. Sepse ajo që ata bëjnë në shqipen time quhet lehaqenie. Në ndërkohë dua të vazhdoj duke thënë se duhet të mendohet përveç tjerash edhe ngritja e një grupi nismëtar për ndryshimet kushtetuese. Ne kemi shtruar qysh në krye të këtij mandati nevojën që Parlamenti i Shqipërisë të zvoglohet në numër. Kemi një parlament me 140 vet dhe fare mirë mund të kemi parlament me 100 vet. Gjë që do ta mirëpriste publiku, gjë që do të racionalizonte forcat dhe burimet e tjera, por nuk është vetëm kjo. Ka dhe aspekte tjera që duhen rivizituar nga sigurisht njerëzit që dinë se çfarë shohin, dinë çfarë lexojnë, dinë çfarë thonë dhe çfarë shkruajnë kur vjen fjalë tek kushtetuta e Shqipërisë. Kështu që duhet ngritur një grup që pastaj të hapi një proces, natyrisht është shumë më tepër se sa një reformë zgjedhore apo një reformë administrative territoriale, kështu që kërkon shumë më tepër hapësirë, angazhim, burime etj. Por duhet nisur kjo punë. Duhet nisur kjo punë, ambicia e unë duhet jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese. Në ndërkohë dua të vazhdoj me çfarë u tha këtu, duke ju referuar një momenti të ngritur nga kryetari i Komisionit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, i cili u referua organizimit
të një digjese me ministrën e brendshme si një shembull që në këndvështrimin e tij unë nuk e kam ndjekur, është një shembull për tu zhvilluar më tej, sepse krijon mundësi që të ketë dialog dhe të ketë përpjekje konstruktive që disa gjëra që janë thjeshtësisht vërteta dhe mbulohen nga balta, nga tymi, nga mjegulla, të mund të dalin pa. Është mirë që këtë temë ta trajtojmë dhe të krijojmë më tepër hapësirë si grup parlamentar për të pasur dëshmi të ministrave apo të tjerëve lidhur me çështje që kanë interes për publikun. Pra dëgjesa të parlamentit. Ka shumë pak dëgjesa, sepse nga ana tjetër kemi një qet e cila nuk e njeh dëgjesën, po njeh vetëm komisionin hetimor, ose e thënë ndryshe, ftesën për një teatr palte. Dëgjesat janë praktik e konsoliduar parlamentare në vendet normale dhe ne duhet, nuk mund të presim që se zakonisht dëgjesat, por në shumë raste ato i organizon dhe shumica, por zakonisht janë një instrument i palës që është aty për të bërë opozit me shumicë. Kështu që mirë do t'jetë t'i organizojmë. Na duhen dëgjesat edhe si një instrument institucional për të trajtuar çështje të cilat janë çështje të një rëndësie dorës parë për vendin, por degradojnë në copza trillimesh edhe historish që hidhen për të helmuar publikun. Për shembull, në Shqipëri po ndodh diçka që është tërësisht e re. Shteti po merr pjesë në sipërmarrje. Krejt e kundërta e rrugës që çon në abuzim me asetet publike, në abuzim me fondet publike. Dhe kur them abuzim nuk kam parasysh thjesht abuzimin për qëllime përfitimi, por dhe abuzimin në mungesë të një qasje largpamse. Dhe sot, jo më larg se sot, në ndërkohë që ne flisnim këtu, zhvillohej seanca e fundit e negociatave dhe mund tjetë akoma në zhvillim, me një nga ekselencat më të mëdhaja të botës, që është Fincantieri, kompania e madhe publike italiane, e cila është lider në prodhimin e anijeve të gjitha përmasa. Dhe falë kompanisë tonë publike që ne kemi ngritur Kajos, ne kemi hyrë në një marrëveshje me Fincantierin për një kompani të përbashkët, ku 51% do t'i kenë italianët, 49% do t'i ketë shteti shqiptar. Shteti shqiptar. Dhe ku aktiviteti i kompanisë në portin e Pashalimanit do të bëj që nga njëra anë ushtria shqiptare të vazhdoj të ngrej forcën e vetë detare, duke i prodhuar në vend anijet në dispozicion të saj,
do të bëjmë mirëmbajtjen e tyre me një kompani ku shteti shqiptar është aksioner dhe patjetër që do të krijojë punësim të specializuar me paga të larta. Nga ana tjetër, kjo kompani do të marrë porosi nga vendet tjera dhe do të ndërtojë anije të kalibrave të ndryshëm nga ato që ndërton Fincantieri në kantierin e vet, të cilat do t'i shesë. Dhe nga shitja, shteti shqiptar, forcat e armatosura, do të përfitojnë 49%. Do të bëjmë mirëmbajtjen e anijeve të rojes brejdetare të vendeve të NATO-s në Shqipëri. 49% shteti shqiptar. Dhe pa tjetër që kjo linjë prodhimi do të thotë dhe transferim teknologjie, do të thotë dhe shumë të tjera më pas. Ky është vetëm një shembull. Ndërkohë, ju dëgjoni që është krijuar një kompani Kajo për të kanalizuar parat e drogës dhe për t'i hapur rrugë kontrabandës armëve. Kjo është akuza. Apo ja. Kjo nuk është kompani private, nuk është një kompani pas cilës fshihet ndonjë person privat, kjo është kompani e shtetit shqiptar. Dhe pse është krijuar kjo kompani? Rritja e buxhetit të NATO-s për gjitha vendet bëri që qysh në momentin e lançimit kryeministria të bëhej si një supermarket ku hynin dhe dilnin shitës që donin takoheshin me mua nga gjitha vendet për të më thënë kemi motora, kemi makina, kemi aeroplana, kemi helikoptera, kemi pushk, kemi raketa. Tani më falë, ne jemi budallej këtu, që parat e buxhetit t'i përdorim thjesht dhe vetëm për të blerë, ndërkohë që me ato para, ne sigurisht do blejmë çfarë nuk e prodhojmë dot, se ne nuk prodhojmë dot helikopter, por ne makinat e ushtrisë do i prodhojmë vetë. Do t'i prodhojmë vetë. Dhe ju do të shikoni që do t'i prodhojmë vetë. Dhe do t'i prodhojmë vetë jo vetëm për ushtrinë shqiptare, po do t'i prodhojmë dhe për eksport. Po mirë, jemi budallejne që të vazhdojmë të bëjmë tendera uniformash që i përfundojnë gjithmonë me komisione e prokurimit në hetim dhe pastaj me njerëz që shkojnë në burg për perimetrin e kapeles policit që policët e kanë kokën kaq edhe ja keni bërë të vogël dhe nuk i bën se keni vjedhur çerekun e kapeles apo se për rrypat e ushtarëve. Ndërkohë që ne kemi dijen më të madhe në Europë këtu për të qep. 30 vjetë që qepim për Versace, për gjithë saqet e botës, e tashti do vazhdojmë ne të bëjmë jo. Ne kemi krijuar edhe këtu kompaninë e përbashkët. Ndërkohë që ushtria suedeze, Ministria e Mbrojtjes suedez porosit uniforma për ushtrinë suedeze në Shqipëri, në një kompani, Fason, në Shqipëri, ne një histori e pafundme tenderash për uniforma. Jo, të gjitha uniformat e shtetit shqiptar do t'i prodhohen në Shqipëri dhe do prodhohen nga shqiptarët në këtë rast. S'kemi nevojë as për kompanit huaj. Dhe natyrisht, kjo kompani do të prodhojë uniforma dhe për vendet e tjera. Dhe kjo kompani do të shërbej edhe si bazë produse, edhe si porositës për fabrika të cilat janë në pikë të hallit, sepse Versace
nuk i qonë më aq porosi sa duhet, sepse euro, sepse kështu, sepse ashtu. Dhe kështu do ngrem dhe kjo nuk është një gjë që do ta bëjmë në të ardhmen. Kjo po ndodh aktualisht. Do t'jeni shumë të mirëpritur kur të filloj prodhimi dhe të dalin produktet e para të kësaj kompanie dhe do dalin brenda këtij viti, nuk do dalin në 2030. Po mirë, jemi budallëne që për çdo lloj droni duhet shkojmë të kuturisemi për t'ja u blerë tjerëve? Pse nuk i prodhojmë dot me dronët inteligjent në Shqipëri? Çfarë na pengon? Dhe ne kemi filluar punën për të prodhuar dronë inteligjent në Shqipëri dhe jo dronë të thjeshtë, dronë të sofistikuar. Përsëri me shtetin brenda. Tani çfarë është kjo? Pralla që i tregohet shqiptarëve çdo ditë se ne po ngrem nga të katër anët fantazma për të marrë lek. Nëse ne do ishim njerëz ose do ishim një forcë që punon për të marrë lek, ne nuk do ngrinim një sistem të tërë prokurimesh që praktikisht po shkon drejt mbylljes së të gjitha hapësirave të abuzimit me prokurimet. Dhe nuk do ishim sot që flasim. Sot. Vendi me i parë në klasifikimin e vendeve kandidate për Bashkimin Evropian për integritetin e prokurimit publik. Natyrisht që kjo është një histori që vazhdon. Kështu që ne do kemi një industri ushtarake që do prodhojë në vend gjithçka që mund të prodhohet në vend dhe që nuk do vazhdoj ta mjeli buxhetin e shtetit, sepse këtu është fjala se si taksat që ne marrim nga shqiptarët për t'ju përgjigjur detyrimet NATO-s të mos heqin asgjë nga çfarë na duhet për të përgjigjur detyrimeve ndaj njerëzve, për shërbimet, për kopshtet, për shkollat, për çerdhet, për spitalet, për qendra shëndetësore, për. Janë shumë. Si do ta bëjmë këtë ne? Këtë mund ta bëjmë duke e bërë shtetin sipërmarrës. Jo thjesht merr buxhet shteti, harxho buxhet shteti dhe ngri duart lart, dua më shumë buxhet. Të njëjtën gjë i kemi kërkuar bashkive, por kjo është një temë tjetër. Dhe bashkitë jo për ushtrin, po për të ndërtuar kompanitë. Duhet hymë në këtë fazë. Sot në Shqipëri nuk merr dot më tokë, për shembull, me që flasin për AIC-n. Një qet ignorantësh të ligj, jo vetëm ignorant, po dhe të ligj, flasin për korporatët shqiptare të investimeve. Korporata italiane investime, e njëjta, është një njëti model, nga ata e kemi marrë, dhe nga spanjollët, po fles për italianët, sepse me italianët bashkëpunojmë. Ka 460 miliard euro asete vlerë. Korporata italiane investimeve ndërton eksaktësisht si AIC-ja. Pallatet e drejtësisë, ndërton godinat për institucionet, ndërton godina sociale. Duke bërë çfarë? Eksaktësisht duke përdorur asetet ekzistuese dhe duke hyrë në bashkëpunim me privatët. Shqipëria e deri djeshme bashkëpunimin me privatët e shifte ndryshe. Kjo është Shqipëri tjetër. Këtu ne përfaqësojmë shtetin, privati përfaqëson veten dhe një pjesë të suksesit financiar e merr shteti. Nëse ne do ishim ata që thuhet se jemi, pse do i bënim tonë? Ne i bënim vërtet ato që na i thonë ata që i kanë bërë
ose që kanë dashur t'i bëjnë, ose që si bëjnë dot më. Ose si bëjnë dot më. Edhe tregojnë pralla. Kështu që në këtë pikë do të vazhdojmë me këmbgulje, por na duhet të ndjejmë dhe të kuptojmë nevojën e madhe për informim të njerëzve. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse mjedisi i informimit është i kontaminuar. Është i kontaminuar. Nuk është e lehtë. Sepse kur në ditët e përmbytjes, ditë dramatike, të gjitha ata që shikojnë prej shumë vitesh ëndrrën në beze, thonë tironësit, të rrëzimit tim dhe ton, e shikonin shiun dhe borën si antarët e mirëseardhur të koalicionit, moderatori më i famshëm i Shqipërisë, i cili ka vizituar 148 vendet botës, e hap penxeren e tij të darkës dhe lëshohet mbi shikuesit e tij, a thua se i kishin hyrë në shtëpi forcat errta dhe shpif, haptas. Nuk e di a me vedije, a pa vedije, po shpif haptas. Unë mendoj që ishte i acaruar nga fakti që ministrat përkatës ishin gjithandej në teren, në shi, flisin me media dhe tjerë, ndërkohë që sigurisht ai dhe gjithkush atje brenda që ftohet prej tij apo në penxheret e tjera, ministrat i konsiderojnë ministra vetëm kur bëjnë parakalimin ke stacioni i trenit. Përndryshe nuk janë, nuk ekzistojnë. Ose janë duke mashtruar. Dhe ndërkohë, edhe kur kapet, s'po them me presh në duar se nuk do ishte përshtatshme, po duke bërë një gjë tillë, refuzon të pranoj, refuzon të kërkojë ndjes, refuzon të referohet faktit dhe flet në jerb. Dhe merret me gjëra të tjera që mund të jenë të drejta, mund të jenë të vërteta, por nuk kanë lidhje me çështjen. E tholla këtë shembull për të thënë që nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë të informosh kur në debatet politike ti shkon dhe ke përballë njerëz që nuk kanë ardhur të bëjnë debat me ty. Kanë ardhur të sulmojnë, të godasin, të dekurajojnë, të baltosin sa të mundën. Dhe ku problemi më i madh është marrësh fjalën. Nuk merr dot fjalën. Sepse nuk janë aty për të të pyetur, janë aty për të të bërë ato që thash. Dhe në ndërkohë, moderatori me shkop atje, sa bie pak qetësi, turret që ndezi prap sherrin. Dhe ky është një model që nuk është thjesht një. Kështu që si bëhet për të informuar publikun në kushtet kur ka 700 tenxhere të tilla, që zihen për ditë, bubullojnë për ditë, gërgërojnë për ditë dhe dizinformojnë për ditë. Si bëhet? Duhet të këmbgulim. Duhet përdorim çdo hapësirë. Duhet përdorim çdo hapësirë. Nuk ka interes. Nuk ka interes për t'i thënë publikut se çfarë po bëjmë ne. Nuk ka interes për asnjë nga punët që bëjmë ne, për t'ia transmetuar publikut. Dhe ato që bëjmë ne në rrjetet sociale janë nga halli i madh që ndryshe ku do t'i marrë vesh të paktën
njerëzit tanë, ata që na ndjekin dhe na votojnë dhe na besojnë, duhet marrin vesh me çfarë merremi ne. Se nëse edhe ne nuk i bëjmë ato në rrjetet sociale, njerëzit tanë do mendojnë se vetmja gjë që ne bëjmë është ajo që tregojnë ata. Prandaj, na duhet shumë këmbgulje dhe prandaj këtu duhet një riangazhimi plot i të gjithë grupi parlamentar, i të gjithë deputetëve, i të gjithë ministrave, ish ministrave për të shfrytzuar hapësirën e parlamentit, për të shfrytzuar hapësirat e tjera, kudo dhe kurdo që është e mundur dhe për të treguar çfarë po bëjmë ne për Shqipërinë tjetër. Kjo është Shqipëri tjetër, kjo nuk diskutohet. Dhe arsyeja pse ata nuk i voton askush, dhe arsyeja pse po të shikoni anketimet tona të brendshme dhe ju e dini shumë mirë që anketimet tona të brendshme asnjëherë nuk na kanë lënë në baltë, edhe sot kur ne nuk jemi në pikën tonë më të lartë, siç ishim më njëherë pas zgjedhjeve, ata janë daha më keq se ç'ishin mbas zgjedhjeve ku sigurisht ata fituan, po në fakt humbën. Sepse publiku vlerëson çfarë ne bëjmë, gjithsesi. Për të shkuar më tutje, unë jam absolutisht i bindur dhe Milva e ngriti, po dua ta përsëris që në komisionet parlamentare duhet garantuar përfaqësimi politik. Nuk mundet do të përfaqësohen ministrinë, komisionet parlamentare me nënpunës civil. Nënpunës civil janë atje për të mbështetur, por nuk mund të jenë atje për të diskutuar me komisionin. Ministria, dhe vetëm në rastet kur është vërtet në pamundësi titullari, shkon zëvendësi. Dhe nga ana tjetër, dua ta rinvizoj atë që tha Ursiu, në anglishtën e tij të kursyer, por asnjëherë të gabuar, duhet jemi on call. Sepse në këtë proces kemi nevojë për shumë ndërveprim dhe koordinim me njëri tjetrin për të kundërvepruar në kushtet kur mjedisi politik dhe mediatik është shumë i ndotur. Shumë i ndotur. Natyrisht që bëhet fjalë për tenxhere, nuk bëhet fjalë për Shqipëri. Dhe ne duhet nga njëra anë të evitojmë të hidhemi me kokë në për tenxhere, dhe nga ana tjetër të shfrytëzojmë çdo hapësirë për të thënë fjalën tonë, për të mbajtur qëndrimin tonë, për të bërë shpjegimet tona. Dhe qasja proaktive e nënvizuar nga Klosi është ajo që na duhet. Nuk mund mbaroj misioni i deputetëve as tek seanca dhe as tek komisioni. Sepse misioni i deputetëve buron nga ata që na kanë zgjedhur dhe duhet gjithmonë të jetë i lidhur me ata që nuk na kanë zgjedhur thjesht që të dalim në parlament dhe të mbajmë fjalime kur na jepet mundësia dhe kur nuk jemi në kushtet e demonstrimeve të muskulaturave dhe të trupave, por në radhë parë atje në territor. Irisi foli dhe do ta veçoj këtë sepse kjo është e rëndësishme, lidhur me borxhet e televizionit publik. Tani, e vërteta historike është që ne kemi tentuar që të krijojmë kushtet që televizioni publik të reformohet. Dhe kemi dështuar me suksesin më të plot. Nuk e di çfarë do të bëj drejtuesja e re, po deri tani bilanci i televizionit publik është dështim i suksesshëm. Që do thot nga borxhi në borxh dhe nga mospërfillja e publikut në mospërfillje. Ne nuk e kemi një televizion publik sot në Shqipëri, kjo është e vërteta. Kemi një kanal atje, po unë personalisht
hera e fundit kur e kam parë televizionin publik shqiptar dhe ju siguroj për këtë, është në vitin 1990 para përmbysjes, kur ishin ato protestat që ata ca si thoshin dhe thoshin oliganët dolën këtu, oliganët dolën atje, që atëhere unë televizion publik më nuk kam parë. Kam vajtur i ftuar, po ju siguroj se as veten nuk kam parë. Dhe janë të vetme intervista, mbas cilave unë nuk marr si mesazh. Sepse kam shkuar në një përshpirtje atje, që quhet përshpirtje publike. Po, më kanë parë, i kanë parë ata në sallë, edhe jashtë studios nuk më ka parë një. Prandaj duhet ndarë mendja. Drejtuesit e televizionit publik të gjithë e din, ata që kanë qenë atje kur ne kemi qenë në opozitë, ata që janë, nga unë nuk kanë marrë kur asnjë mesazh. Asnjë mesazh. Se unë nuk e shoh. Dhe kur ndonjëri nga ju më qonë thotë shi çfarë bën televizioni publik, unë habitem si e ndjek. Por ama të gjithë i kam takuar mbasi janë zgjedhur. Dhe ju kam thënë vetëm një gjë, mbylleni. Mbylleni. Të njëjtën gjë ju kam thënë të gjithë. Nxirrni në ekran, televizioni publik shqiptar i kërkon ndjes popullit shqiptar. I kërkon ndjes të gjitha familjeve në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj. I kërkon ndjes dhe për të gjithë ata që nuk jetojnë më. Dhe që i kanë qenë të detyruar, si qeni dhe ju, të marrin shërbimin më mizerabël publik në glob. Ju premtojmë se do reflektojmë dhe do rikthehemi në ekran kur t'jemi gati. Dhe të bëjnë reformë. Të bëjnë reformë. Si ka mundësi që televizionet e tjera me shumë më pak buxhet bëjnë shumë më tepër sukses? Pse? Sepse buxhetin e tyre nuk e kanë të garantuar. Nuk e kanë garantuar. Duhet ta krijojnë gjithë. Televizioni publik e ka të garantuar jemi borx, po pastaj se jeni borx ç'a doni? Ç'a doni? Ja, duan të drejtën e Federatës Shqiptare të Futbollit për transmetuar ndeshjet e kombëtare, sepse kombëtarja duhet dalin në televizionin publik, që nuk e kemi. Por lekët nuk i paguajnë. Pse? Se ne jemi publiku. Doni lekët tona, shkoni te qeveria. Duke qenë se ata gjuetis gjetën rrugën që të nxjerrin prap çiftet, shkoni dhe ju mos kapni në ashtu se aty edhe ndojnë të gjërë. Nuk kemi për t'i dhënë televizionin publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik ti meritoi taksat e shqiptarëve. Unë shtu mendoj Iris, unë e di që ty të qanë zëmra për median, mua më qanë më shumë se kam qenë edhe unë si punajote atje i mediave, por unë jam çik ndryshe. Kështu që mendoni, unë mendoj që çdo opsion duhet jetë në tavolinë. Edhe mbyllja përfundimtare, edhe privatizimi, edhe partneriteti, edhe çdo gjë përveç saj që është. Por unë nuk marr pjesë në këtë. Siç nuk marr pjesë dhe ti e di në asnjë lloj tentative për të rregulluar median. E bëra këtë aventurë, një aventurë në thonjza, thjesht dhe vetëm për pak gjëra, dhe i mbeti Shqipërisë atje ai paragrafi, drafti i ligjit për media. Ndërkohë që sot Bashkimi Evropian diskuton shumë më tepër se aq, por unë nuk e bëj këtë, nuk merrem as me televizionin publik, as me mediat online, ju që vuani shpivet e tyre, merruni, unë personalisht e kam marrë parasysh që po u mora me këtë punë, ata këtë punë kanë, se këtë punë zdinë bëjnë asnjë punë tjetër. Zdinë bëjnë të shpifin, të vënë gjoba, edhe të sakatojnë këtë mundën. Kjo është puna tyre. Jo të gjithëve natyrisht fatmirësisht, po në tërësi siç është bërë një smundje në gjithë Europën. Por unë nuk merrem. Merrni ju. Edhe për shpifjen që do të dekriminalizohet në Shqipëri
falë procesit të negociata, unë jam dakord. Për të gjithë gazetarët, për të gjithë vetëm me një gjë, unë nuk do pajtohem kurrë që të dekriminalizohet shpifja për ata që janë të zgjedhur nga populli. Të tjerët, shpifni, se diçka do mbetet, sa të kemi fuqi do mundohemi që të mos mbetet, kurse ata që janë në sallën e parlamentit, apo ata që janë të zgjedhur në nivelin vendor, për ata shpifja me votën time nuk dekriminalizohet. Vim tek ligji i shërbimit diplomatik, folëm këtu. Ministria e Jashtme është si televizioni shqiptar. Është një tjetër dështim i madh i yni. E ja u thash, e kam thënë dhe po e them se nuk është një gjë që nuk e din. Nuk është një institucion në funksion të gjithë këtyre sfidave. Nuk është. Pse? Sepse nuk është reformuar asnjëherë. Edhe një ligj që u bë si reform, nuk ishte reform, ishte tualet, do me thënë makjazh. Dhe ne nuk e kemi një shërbim diplomatik sot në lartësinë e sfidave të mëdha që ka bota dhe Shqipëria. Kështu që ligji duhet jetë i tillë që të hapi rrugën për reform, të hapi rrugën për të futur ajrin e pastër, për të futur njerëz të rik. Shqipëria sot ka njerëz plot jashtë në diasporë. Mos harroni dhe do vitet e diaspora që diaspora është pjesë e elektoratit aktiv në Shqipëri, nuk shërbejnë dot në ato përfaqësitë tona se nuk kanë statusin, gradat e ku diun se çfarë. Dhe gradat janë marrë peng nga spikerat e politikës jashtme të televizionit, që as televizion nuk është ai se ata s'dalin, ata nuk dihet kush janë, ku janë, sa janë, ç'a bëjnë. Unë sa e shkoj atje në administri, më duket sikur aty është ministri, sekretarja dhe ajiroja që më shoqëron deri atje, ndërkohë që nga muret dhe nga korridoret del një eon. Okej, vim tek diaspora, është shumë e rëndësishme që në aspektin e diplomacisë për sa i përket parlamentit edhe grupet e miqësisë të angazhohen si që të angazhohet kryetari i kuvendit, por njëkohësisht të gjithë deputetët që shkojnë jashtë duhet të përfshihen në takimet me shqiptarët. Pak, më shumë, nuk ka rëndësi. Kontaktet duhet mbahen. Samitin e diasporës do ta kemi në pranverë, por na duhet një kontakt i vazhdueshëm me diasporën. Dhe duke shkuar drejt fundit, për të kompensuar edhe fjalimin e shkurtër që bëra në fillim, po edhe për të arritur në një farë mënyrë gjatësinë e fjalimit të Taulantit, duhet vë theksin tek ajo që theksoi Fatmiri, që lidhet me domosdoshmërinë për të koordinuar punën për sa i përket realizimit me sukses të një misioni të ri. Në fakt nuk është mision i ri, është mision që e ka pasur parlamenti gjithmonë, dhe është një mision për cilin jemi të kritikuar në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian. Mbikëqyrja parlamentare. Nuk jemi kërkund me mbikëqyrjen parlamentare, qoftë të qeverisë, qoftë të institucioneve tjera. Është shumë e rëndësishme ama që në këtë pikë të ketë koordinim. Dhe komisioni i krijuar është komisioni i përhershëm si gjithë të tjerët dhe nuk mund të shihet si një aneks dhe as nuk mund të funksionojë si duhet pa koordinim. Është në funksionin e shkruar të komisionit dhe duhet të ndiqet dhe të respektohet. Duke e mbyllur me reformën zgjedhore dhe me reformën territoriale administrative, fjala ime është ajo që thash në fillim. Me ata
shumë mirë. Pa ata, po aq mirë. Rëndësi ka të bëhet puna. Asnjë lloj force nuk na imponon dot ne që me vetdije të bëjmë pengun. Jo. Reforma zgjedhore ka nisur, ose jo ka nisur, në fakt ajo reforma zgjedhore ka nisur që kur unë isha akoma thjesht dhe vetëm piktor nën urat e Parisit, siç e keni dëgjuar, me thonjtë paprera, që atëherë komisionet bipartizane mblidheshin, takoheshin, po atëherë takimet i bënin tek kjo një zyrë këtu mbrapa te OSBE-ja, nuk di ç'të them. Atyre përfaqësues të OSBE-s i mungonte vetëm veladoni i Priftit, edhe çallma e Hoxhës që të pajtonin aty dynjan për të bërë. Sa herë mbarojnë zgjedhjet, gjithmonë duhet një reformë, sepse mbas zgjedhjeve ka një humbës. Humbësi është po ai. Rezultati është keq e më keq, kështu që o burrat bëjmë një reformë tjetër. Problemi është që kemi bërë një reformë ne zgjedhore, Damiani e di atë pozicionin tim, por fakti që unë ja besoj gjithmonë Damianit është që ai është në gjendje të bëjë gjëra që unë s'do t'i bëja kurrë. Kemi bërë një reformë zgjedhore unikale në botën demokratike. Unë i sfidoj të gjithë na tregojnë ku është kjo, që qeveria ndalon së marrë frym 4 muaj para zgjedhjeve. Që të gjitha punët ndalojnë, që kontrata ndalojnë, çdo gjë ndalon, sepse duhet sigurojmë. Dhe prap nuk ju mjafton, tani e duan 9 muaj. Po prap, edhe 9 muaj po të bëhet, nuk do lindi fitoria. Megjithatë, Damian ti e di vetë, siç thoshte kryetari ynë ndjes pas, bëni siç keni bërë gjithmonë. Ndërkohë që për reformën drejtore administrative, ne e kemi shumë të qartë vizionin dhe kemi shumë të qartë drejtimin. Më pak, jo më shumë. Dhe shpreha është less is more. Më pak është më shumë. Fjala kyçe e fundit është koordinimi. Koordinim. Dhe patjetër që kjo është detyrë e drejtuesve, por gjithë secili duhet të jetë i vetëdijshëm që diçka mund të bëjë dhe ai. Si mund ta bëjë ajo? Mund ta bëjë duke kërkuar që të përfshihet e tjerët ose të përfshihet. Duhet koordinim. Nuk mund të jemi trupa të ndara dhe nuk mund të jemi individ që nuk koordinohemi, sepse na duhet që gjithë fuqia që kemi të projektohet e gjitha jo thjesht në procesin qeverisës, po në gjithë procesin politik. Është koha që të rindizen të gjithë motorat. Dhe paralelisht, grupi parlamentar, së bashku me partinë, të angazhohemi dhe në nismën e madhe kombëtare kundër ndotjes, çka është një problem shumë i madh, dhe çka nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se vetëdijësimit të gjithëve që shishet plastike dhe qeset plastike nuk mund të hidhen rrugëve. Sepse ndodh ajo që ndodhi. Jo më larg se sa 2-3 net më parë, kam marrë nga kryetaria e Bashkisë Durrësit videon live. Jo, të njëjtës pikë, që pasi u pastrua ishte duke u rimbushur atje në Shkozen. Për shkak se prurjet kanë vazhduar dhe çuditërisht, jo çuditërisht, por më çon dikush një postim të një personazhi mediatik që as i përmenda emrin, as më intereson fare emri, por që thoshte fajin e ka inceneratori i Tiranës. Do me thënë, thirrja e personazhit për popullin shqiptar, për aq sa e dëgjojnë, ishte hidhni shishet e plastike dhe hidhni qeset plastike ku të mundeni, sepse
Fajin e ka incineratori i Tiranës. Se që lidhje ka incineratori i Tiranës, që është temë tjetër. Temë tjetër dhe është ndryshe, po është edhe kjo bisedë tjetër. Me Gjirokastrën, që përjetoi përmbytje pavarësisht punës të admirueshme që ka bërë kryetari i bashkisë. E ka bërë të admirueshme sepse ai ka dhe fatin e keq që ka mbi krye një drejtuese politike që i rri me shkop fshesën në dorë. Se fshesën e ka lënë, por shkopin e ka mbajt, dhe ai ka bërë një punë shkëlqyer bashkia, u bllokua. Dhe bllokimi ishte njësoj si ajo e Shkozetit. Dhe edhe në Shkozet, dhe atje, ne i kemi të evidentuara, sepse i ndjek Ministria e Bujqësisë, se nuk është më koha kur s'pastroi asgjë në Shqipëri, dhe përmbytej gjithë Shqipëria nga një shi vere, i kemi të evidentuar që në nëndor të gjitha ato pika kanë qenë të pastruar. Por prurjet janë kaq të mëdha, sa që ato mbushen me njerë. Tani si bëhet kjo? Kjo nuk bëhet me polici, kjo nuk bëhet me inspektime, kjo nuk bëhet me gjoba, kjo bëhet me vetëdijsim. Kështu që Partia Socialiste do angazhohet e gjitha në një betejë qytetare dhe vullnetare kundër plastikës. Kundër shishere plastike, kundër qesëre plastike. Një betejë shumë dimensionale, sepse duhet ta bëjmë. Dhe krahasimisht, dhe paralelisht me këtë, por kjo është temë vetëm për grupin, por në asamblen e ardhshme do të lançojmë edhe fushatën e re të antarësimeve në Partinë Socialiste. Që do të jetë një, se ne kemi bërë gjithmonë, fushata e pranverës. Sepse kur tjerët, gjithmonë historikisht ndodh kjo, kur tjerët merren me humbjen e shkuar, ne merrem me fitoren e radhës. Kemi zgjedhjet në 2027 dhe nëse gjërat do vazhdojnë kështu, dhe nëse ata do vazhdojnë të besojnë që ne do bijem nga shiu, nga bora, apo nga proceset e drejtësisë, të cilave është hapur prej nesh dhe garantohet prej nesh, ata le të jetojnë me këtë shpresë se në 2027 do habiten kur të mbeten dhe pa ato 5-6 bashki që i kanë sot. Shumë faleminderit për gjithë të ditë, faleminderit për durimin, amanet Televizionin Publik dhe Ministrinë e Jashtme.